Siç e përmendëm në 2 derset e kaluara, pra, i përmendëm metodat që i kanë përdorur mushrikët në pengimin e thirrjes, pra me të cilën e kanë kundërshtuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përmendëm se kanë shkuar prej më të buta, pra prej metodave më pak të rrezikshme deri tek ato më ekstremet. Dhe si metodë të fundit të përmendëm pra sulmet fizike që u kanë bërë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ndonjëherë edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Ishaku është një prej dietarëve më të njohur në lëndën e sirës, pra që kanë shkruar për jetë përshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Ishaku thot kur e pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam problemet që i shkaktonin pra mushrikët, sidomos ndaj shokëve të dobët të tij, ndaj atyre që nuk kishin mbrojtje, ndaj atyre që nuk kishin se kush t'i mbrojë dhe kush t'u del krah, u dha një propozim dhe i tha pse nuk shkoni në Habeshe apo në Abisini, sepse atje ka një mbret tek i cili nuk i bëhet zullum asnjërit. Pra është mbret i drejtë, edhe pse nuk ishte musliman, ishte krishter, mirë po e kishte drejtësinë. Andaj Resulullah i tha, shkoni, ju tha shokëve të tij, atyre që ishin në gjendje të vështirë, ju tha shkoni tek ai njeri dhe mbrojeni fen tuaj. Edhe kështu vendosën shokët e tij sallallahu alaihi wasallam, vendosën pra që të shkojnë në Abisini. Dhe për atyre që morën pjesë në hijretin e parë, se në Abisini ka 2 hijrete. Hera e parë dhe hera e dytë. 2 herë kanë shkuar pra në hijret në Abisini. Për atyre që morën pjesë herën e parë në hijret është Uthman ibn Affani radiallahu anhu, gruaja e tij Rukeja, bija e Resulullahit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Aufi, Zubair ibn Awami, Mus'ab ibn Umairi, Ebu Seleme, gruaja e tij Ummu Seleme, Uthman ibn Mad'un dhe disa sahabë të tjerë. Këta ishin pra ata më të njohurit. Dhe u nisën në drejtim të Bregdetit perëndimor të gatishullit arabik, në mënyrë që të hypin në ndonjë anije dhe të shkojnë në Abisini. Deshti Allahu subhanahu wa taala që mos të vonohen shumë Bregdet, por në momentin kur ata arritën, erdhën edhe 2 anije tregtare aty, pra i lanë ato mallrat e tregtisë dhe tregtarët, dhe menjëherë hypën këta sahabë, pra nuk u vonuan dhe kështu shpëtuan nga ndonjë rrezik i mundshëm prej mushrikëve. Mirë po kjo hera e parë e hijretit në Abisini nuk u zgjati shumë dhe u kthyen përsëri. Disa muaj pra qëndruan dhe u kthyen përsëri në Mekë. Sepse u shkoi lajmi se është përmirësuar pak gjendja, pra dhe është më lehtë për muslimanët. Mirë po, kur u kthyen atje, e poan se nuk ishte përmirësuar edhe aq shumë. Dhe vazhduan problemet mbi muslimanët, vazhduan sprovat mbi muslimanët, vazhduan torturat, sidomos ndaj muslimanëve që ishin më të dobët. Andaj u shfaq nevoja që edhe një herë pra të mendojmë për të shkuar në Abisini, e këtë herë në numër më të madh. Këtë herë pra në numër më të madh. Dhe këtë herë, pra herën e dytë të hijretit në Abisini, do të bëjnë hijret parafërsisht 83 burra dhe 18 gra. Dhe gjatë rrugës për në hijret do të shkojnë një njësit kalorës i mushrikëve dhe do të mundohen që t'u dalin në prit dhe t'i pengojnë. Mirë po, deshti Allah subhanahu wa taala që këta mos të arrijnë sukses, muslimanët u fshehen derisa kaluan ata dhe e vazhduan udhëtimin e tyre për të bërë hijret në Abisini dhe arritën qëllimin e tyre. Andaj kur ju dështoi metoda e parë mushrikëve për t'i ndërprerë në rrugë para se të shkojnë atje, atëherë vendosën që ta dërgojnë Amr ibn al-Asin
radiallahu anhu, i cilin këtë moment ende nuk ishte hyrë në islam, dhe Abdullah ibn Ebi Rabian. I dërguan këta dy, të cilat ishin të njohur tek mushrikët si kushtimisht nëse mund t'i quajmë me gjuhën e sotit si diplomat të njohur, pra si njerëz që din të bëjnë negociata dhe din t'i zgjedhin problemet politike që i kishte pra paria e Mekës. Dhe këta shkuan tek Naxhashiu, i cili ishte mbreti i Abisinis në atë kohë, Naxhashiu radiallahu anhu, sepse kishte pranuar islamin. Dhe do ta përmendim tash vim shkakun e pranimit të islamit nga ana e Naxhashiut. Shkoi Amr ibn al-Asi dhe i tha: "O mbret, tek ju kanë ardhur disa të rebeluar prej nesh, të cilët e përçon popullin ton, na shkaktuan probleme të rënda, na shkaktuan trazira, na sollën probleme ekonomike, na i prishën marrëdhëniet me arabët e tjerë, andaj për hir të miqësisë që e kemi mes nesh dhe teje, të lusim që të na i kthesh këta njerëz. Ti marrim me vete në mënyrë sa më të shpejtë, që mos të ta rrezikojnë edhe shtetin tënd." Mirë po Naxhashiu ishte njeri i drejtë, ashtu siç e kishte përshkruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk u ngut. Tha, tamam, kjo që thua ti është në rregull, mirë po më vjen keq, nuk mund të gjykoj mbi ata pa i dëgjuar një herë ata. Patjetër që të vinë edhe ata të prezantojnë dhe ti dëgjoj edhe ata. Atëherë u tubuan muslimanët në mexhlisin e Naxhashiut dhe e caktuan si folës në emër të tyre Xhaferin radiallahu anhu, Xhafer ibn Ebi Talib, djalin e xhaxhait të Muhamedit a.s. dhe vllaun e Aliut radiallahu anhu. Atëherë Xhaferi e mbajti një fjalim të shkurt, mirë po me domethënie të madhe. I tha Naxhashiu, i tha: "Çka është puna juaj? Pse jeni larguar prej vetbanimit tuaj, prej fisit tuaj dhe keni ardhur tek shteti im?" Xhaferi i tha: "O ti mbret, ne tha në xahiljet adhuronim shumë idhuj. Ne në xahiljet ishim në kulmin e amoralitetit. Ishim njerëz që ju bëjmë zullum të dobtve. Ishim njerëz që i forti prej nesh e mundte dhe e sundonte dhe e shkelte të dobtin prej nesh. Ishim njerëz që nuk ja dishim vlerën fqinjut, silleshim keq me njëri tjetrin. Dhe deshti Allahu subhanahu wa taala na dërgoi një pejgamber. Na erdh pejgamberi dhe na urdhëroi me të kundërtën e saj. Na urdhëroi që të adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Na urdhëroi që të sillemi mirë me të dobtit, me jetimët, me të vejat. Na urdhëroi që ti mbajmë lidhjet farefisnore. Na urdhëroi që të largohemi prej amoralitetit. Pra, na urdhëroi me të gjitha të mirat dhe na largoi nga të gjitha të këqijat." Dhe vazhdoi biseda në mes të Naxhashiut dhe në mes të muslimanëve, derisa e tha Naxhashiu atë fjalën e tij se dallimi mes nesh dhe jush është sikur kjo vija, pra e pasë mësimet e islamit në përgjithësi buronin nga i njëjti burim nga të cilët kishin ngelur ato mësimet e pastra të Isaut a.s. Fesë të cilët ai pretendonte se i takon, pra krishterizmi në atë kohë, edhe pse ishte devijim, ishte futur pra triniteti, mirë po parimet morale, drejtësia, sjellja e mirë ende kishin ngelur. Andaj Naxhashiut ju bë qefi pra kur i dëgjoi këto fjalë prej muslimanëve. Atëherë Amr ibn Asi, si njeri inteligjent që ish, u mundua ta prish këtë moment duke i thënë: "Mirë po mbret, këta e shohin Isaun a.s." Xhaferi radiallahu anhu i tha: "Ne nuk e shohim Isaun a.s. Mirë po ne kemi besimin ton se ai nuk është biri i Zotit, se nuk është Zot
apo djali i Zotit, po s'është pejgamber i thjesht. Një ashtu sikur kanë qenë të gjithë pejgamberët para tij. Atëherë Naxhashiu e pyeti, më tregoni ju çka besoni për Merjemën dhe për Isaun alayhis salam. Xhaferi filloi t'ia recitoi ajetet nga surja Merjem. Dhe duke i dëgjuar, Naxhashiu pra filloi të qaj nga këtë fjalë dhe e tha fjalën e tij të njohur, i tha sikur të më zaventësonit peshën e këtyre njerëzve me ari, asnjëherë pra nuk do t'u ajipja këta njerëz. Dhe me këtë muslimanët e korën një fitore pra. E gjetën vendin e sigurt dhe po ashtu mbreti e pranoi fenë e tyre, edhe pse nuk e shfaqi haptazi para të krishterëve të tjerë, mirë po ai e pranoi. Saqë më vonë duke qenë në Medinë, pra kur i vjen lajmi Muhamedit alayhis salam se ka vdekur Naxhashiu, i urdhëron shokët e tij që t'ia falin namazin e xhenazës, edhe pse xhenazja e tij nuk ishte prezent. Tash, si zakonisht, pra, pasi e përmendëm këtë rast, do t'i nxjerrim mësimet që i marrim prej kësaj, pra, dobit që i marrim prej kësaj. Dobia e parë është se kur njeriu nuk ka mundësi të adhurojë Allahun subhanahu wa taala në vendin e tij, atëherë le të shpërngulet, sepse toka e Allahut është e gjerë. Dhe nëse në një vend ke vështirësi, do të gjesh vend tjetër ku ke mundësi që ta praktikosh fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe se shpërngulja nuk është patjetër të jetë në vend islam. Nëse ka mundësi të jetë në vend ku gjykon shariati, është më mirë. Mirë po nëse s'ka mundësi, atëherë shkon në një vend ku ti mund ta praktikosh fenë tënde pa problem dhe pa pengesa. Dhe largohesh nga vendi në të cilën ti nuk ke mundësi që ta shfaqesh tauhidin dhe shenjat e dukshme dhe kryesore të fesë islame. Si vepruan pra sahabët, vendi ku shkuan nuk ishte vend islam, ishte vend krishter. Mirë po për shkak të drejtësisë dhe lirisë të shfaqjes së fesë së tyre, ata u shpërngulën atje, sepse atje nuk persekutoheshin, atje nuk denoheshin, atje nuk ju kërcënohej besimi i tyre. Andaj, si thon dietarët, i dhanë përparësi dashurisë ndaj Allahut dhe besimit, akides, para dashurisë ndaj atë dheut dhe lidhjeve të kësaj bote. Sepse dashuria e Allahut subhanahu wa taala është mbi të gjitha dhe kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala është mbi të gjitha. Dobia e dytë që nxjerrim prej këtij tregimit është këshilla për muslimanët e kësaj kohe, të cilët kur i shohën paraardhësit e tyre, selefin e tyre, se si pra për hir të ruajtjes së fesë i kanë bërë këto sakrifica dhe këto pra janë nënshtruar këtyre rreziqeve duke udhëtuar një udhë të gjatë, vetëm që ta mbrojnë fenë e tyre. Atëherë nga kjo e mësojmë se pse muslimanët e sodit e bëjnë të kundërtën, sidomos ata që jetojnë në vende ku Islami është mbisundues, dhe largohen prej atyre vendeve për të arritur të mirat kësaj bote, e rrezikojnë edhe fenë, po madje edhe identitetin kombëtar të bijve të tyre, të pasardhësve të tyre. Sepse dim se vendet e kufrit, sado që të ketë mira materiale, mirë po feja, praktikimi i fesë, mbajtja e fesë, atje është më e rëndë. Dhe dim se pasardhësit herdo kurdo do të rrezikohen nga asimilimi fetar, po edhe nga asimilimi kombëtar. Andaj ajo që ne potencojmë pra është se nuk duhet që të bëhet kjo botë dhe të mirat materiale sebeb që muslimanët pra të shkojnë nga një vend ku feja islame është më mbisunduese në një vend ku feja islame është më pak, apo pothuajse
nuk ekziston fare, sepse kjo rrezikon fenë e pasardhësve të tyre. Dobia e tretë që mund ta përmendim prej këtu është se sahabët kur shkuan në Abisini na treguan se edhe nëse muslimani ndonjëherë detyrohet që të shkojë në një vend ku nuk është islam, mirë po i lejohet që ta praktikojë fenë e tij, nuk duhet që të bëj lëshime në fenë e tij. Sahabët shkuan atje, është e vërtetë. Mirë po kur erdhi puna para mbretit e treguan fenë e tyre, pra nuk bën lëshime. Nuk u bën si ata në fenë e tyre, nuk u pajtuan me ata pra. Nuk bën lëshime në fenë e tyre. Edhe muslimani duhet të jetë i tillë që edhe nëse dërgon pra nevojat e kësaj bote në një vend ku nuk është Islami mbisëndues, nuk duhet që të bëj lëshime në kuris pra të fesë së tij, po duhet të mundohet maksimalisht që edhe atje ta praktikojë fenë e tij. Dobia e katërt që e marrim është se armiqësia në mes të taborit të qafirave dhe taborit të muslimanëve nuk është armiqësi personale, po është armiqësi fetare. Sepse sikur të ishte armiqësi personale, kur u larguan sahabët prej Mekës, mushrikët e Mekës nuk do të dërgonin delegacion për t'i kthyer ata, e as nuk do të dërgonin njësit kalorës për t'i ndaluar në rrugë, po do të thonin, shiqër Zotit u rahatuan për këtyre dhe nuk na duhen më. Mirë po, ata i dërgon të besimi i tyre që të sillen këtë mënyrë kundër muslimanëve. Edhe luftrat e tjera, armiqësitë e tjera që janë mes muslimanëve dhe qafirave, padyshim se besimi ka të bëj pra me një përqindje të madhe të shkaqeve që dërgojnë deri tek këto armiqësi. Edhe pse nuk i mohojmë shkaqet e të mirave materiale të kësaj bote, mirë po besimi luan një rol të madh. Pra, dhe muslimani duhet ta di se arma më e fortë e tij kundër armiqve të tij, fetar dhe kombëtar, është që ta ruan identitetin e tij së pari fetar, e pastaj edhe traditat e mira që i ka kombëtare, sepse Islami nuk është kundër traditave të mira të ndonjë kombi. Dobia e pestë që nxjerrim nga kjo është në lidhje me referencat në çështjet e akides. Se si muslimani duhet t'i kuptojë çështjet e akides ai vet, po edhe si duhet t'u shfaq fenë të tjerëve pra. Xhaferi radiallahu anhu kur e pyeti Naxhashiu për besimin e tyre në lidhje me Mërjemin dhe Isaun alayhis salam, nuk u mundua që të filozofoj shumë e shumë para Naxhashiut, e as që të thoj fjalë me dy kuptime në mënyrë që pra t'ia zbut zemrën Naxhashiut. Jo, i recitoi ajete prej surës Mërjem. Edhe kështu duhet të jetë muslimani, kur e sqaron akiden, e sqaron me fjalën e Allahut dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E jo me filozofi greke apo lindore apo ku ta diun çka. Dhe ky është padyshim se menhexhi i sahabëve, i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë nuk janë shfrytzuar me poezi apo me oratori dhe me filozofi për ta sqaruar besimin e tyre, sepse nuk mund ta sqarojë besimin askush më mirë se Allahu subhanahu wa taala me fjalët e tij në Kur'anin famlar. Andaj edhe kjo dha bereqet, saqë këto fjalë u ngulitën në zemrën e Naxhashiut dhe i dhan frytet e duhura, saqë Naxhashiu e pranoi Islamin dhe u bë prej muslimanëve. Po ashtu, dobia tjetër që e përfitojmë është duke i analizuar fjalët e Xhaferit radiallahu anhu, i cili, kur ja sqaroi me pikat shkurtra me 2-3 fjalë pra se ku është problemi mes tyre dhe mushrikëve, filloi njëherë me çështjet e xahiljetit, të cilat këta i kanë refuzuar, çështjet negative, me mohimin e idhujve dhe çështjeve tjera negative. Tha,
ne i adhuronim shumë idhuj, ne pastaj u gradualisht ra në shkallët tjera, në gjëra tjera më pak të rrezikshme. Prej adhurimit të idhujve, tha ne ishim që bënim zullum njerëzve, nuk e respektonim fqiun, bënim amoralitet. Ja përmendi pra negativitetet të cilat i kanë refuzuar. Pastaj ja përmendi gjërat pozitive të cilat i kanë pranuar për pejgamberit alayhis salam, e që është tauhidi, besimi në Zotin e vetëm, sjellja e mirë me fqiun, me farefisin, me antarët e familjes, e kështu me radhë, morali i lartë dhe largimi nga moraliteti. Pra, dhe kjo është mësim për neve, se për ta sqaruar akiden, padyshim se duhet njëherë t'i largosh njerëzit prej shirkut, e pastaj t'u afutish dhe t'u ambjellish tauhidin në zemrën e tyre. Dhe kjo është metoda e Kur'anit famlart. Siç thot pra Allahu i lartësuar, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Ai i cili i bën tagutit dhe i bën kufër tagutit, e mohon tagutin dhe i beson Allahut subhanahu wa taala, ai është kapur për lidhjen më të fortë. Dobia tjetër që potencojnë dietarët në këtë rast është vlera e tauhidit, sepse Xhaferi radiallahu anhu, kur ja sqaroi dhe kur ja potencoi pikat pozitive në të cilat i thret Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ja filloi me tauhidin, me monoteizmin dhe me besimin një në Allahun subhanahu wa taala. Dhe dobia e fundit që do ta përmendim është se sahabët që morën pjesë në këtë hijret e kishin nderin që të fitojnë pra shpërblimin e 2 hijreteve. Sepse disa prej tyre, duke qenë në këtë hijret, u vënuan nga hijreti për në Medinë. Andaj ata sahabë që vetëm se kishin bërë hijret në Medinë, ju thonin këtyre pse jeni vënuar nga ky hijret. Atëherë këta u ankuan te pejgamberi alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salam ju tha mos i qortoni.